Gjykimi ndaj Hashim Thaçit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe Kadri Veselit është në periudhën e fundit dhe pak hapa kanë mbetur deri te vendimi i trupit gjykues të dhomave të specializuara të Kosovës në Hag për akuzat ndaj tyre për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata akuzohen për veprat penale që përbëjnë krime lufte, ndalim të paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme dhe krime kundër njerëzimit, burgosje, akte të tjera çnjerëzore, shtukje me forcë të personave dhe përndjekje. Krimet pretendohet se janë kryer midis muajit mars të vitit 98 dhe shtatorit të vitit pasues në disa lokacione në Kosovë dhe në veri të Shqipërisë. E gjatë ditës së hënë është mbajtur një nga seancat ndaj tyre ku janë dhënë shumë deklarata e ajo që mori vëmendje është deklarata nga Kimberly West, krye prokurore e dhomave të specializuara në Hag, e cila kërkoi nga 45 vjet burgim për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Në fjalën përfundimtare, ajo tha se ZPS-ja kërkon dënimin e të akuzuarve për të gjitha pikat e aktakuzës dhe vendosjen e një vendimi të vetëm prej 45 vitesh të bazuar në kontributin individual të krimeve të kryer apo të bërë prej secilit prej tyre. West tha se këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Juristët kanë folur në lidhje me këtë çështje për bota sot, duke shpjeguar aspektin juridik për këtë kërkesë juridike. Në lidhje me këtë temë, në një prononcim për bota sot ka folur avokati Gazmend Halilaj. Avokati synon të sqarojë se kërkesa e prokurorisë për 180 vjet burg nuk duhet parë si dënim kolektiv apo politik, por si rezultati i dënimeve individuale prej 45 vitesh për secilin të akuzuar. Ai thekson se vlerësimi i kësaj kërkese duhet bërë në mënyrë strikte juridike, duke u bazuar në parimin e përgjegjësisë individuale në të drejtën penale ndërkombëtare. Në aspektin juridik, duhet theksuar se prokuroria ka kërkuar dënim individual për secilin të akuzuar dhe shumë prej 180 vitesh është thjesht rezultati i mbledhjes së këtyre dënimeve e jo një dënim kolektiv simbolik. Avokati shpjegon se prokuroria kërkon dënim të lartë për shkak të natyrës jashtëzakonisht të rëndë të krimeve të pretenduara, por thekson se gjykata nuk është e detyruar nga kjo kërkesë dhe vendos në mënyrë të pavarur mbi bazën e provave dhe rrethanave lehtësuese apo rënduese. Halilaj, duke vazhduar bisedën, thotë që pas përmbylljes së palëve, gjykata hyn në fazën e delibrimit ku shqyrton në mënyrë të detajuar provat për secilin të akuzuar dhe mund të nxjerrë vendim fajësie ose pafajësie me dënime që shpesh rezultojnë më të ulta se kërkesa e prokurorisë. Në fund, ai përçon mesazhin se procesi duhet parë si një test i drejtësisë penale ndërkombëtare, ku mbështetja e gjykatës në kupton respektimin e procedurës dhe provave e jo parajgjykim apo ndikim nga emocione dhe presion publik.